E sotmja pa dyshim mund të quhet një ditë perfekte për Rej Manajn. Sulmuesi i Kombëtares shënoi 2 gola dhe asistoi 2 herë me skuadrën e tij Sivasspor përballë Adana Demirspor. Sofascore e vlerëson me notën 10 sulmuesin shqiptar pasi ja doli të japë edhe 3 pasime kyçe, krijoi shanse të mëdha për gol, gjithashtu fitoi 4 nga 4 duelet ajrore. Sulmuesi i Kombëtares Rej Manaj ka shënuar 2 gola në Turqi me skuadrën e tij Sivasspor. Jo vetëm kaq, pasi përballë Adana Demirspor ka asistuar edhe 2 të tjerë, teksa sfida e vlefshme për javën e 29 në Superligën turke u fitua 5-1. Ai ka kaluar në avantazh skuadrën në minutën e 13 të sfidës kundër Adana Demirspor. Por sulmuesi nuk është ndalur me kaq dhe ka realizuar sërish në minutën e 18 duke dyfishuar shifrat. Manaj nuk u mjaftua vetëm me dopjetën personale, pasi në pjesën e dytë ka asistuar edhe 2 gola të tjerë që vulosën fatet e takimit. Duket se është motivuar shumë pas dopjetës me Shqipërinë kundër Andorrës në stadiumin Arena Kombëtare. Ai ka arritur në kuotën e 10 golave këtë sezon në Superligën e Turqisë.